të veçantë do të festojmë së bashku ditën e çlirimit dhe rënies së dëshmorëve. Kanë kaluar 17 vite që kur Malisheva është liruar dhe kjo është merit e gjithë atyreve që kanë dhënë më të shtrejtën jetë për të fituar më të shtrejtën liри të cilën e gëzojmë sot ne. Pikërisht para 17 viteve gjithë Kosova ishte në luftë e në veçanti Malisheva. Një përjetim i tmerrshëm, një realitet i hidhur për të gjithë qytetarët e Kosovës, të cilëve nuk u dijej fati. Shpresa vetme për ta ishte UÇK-ja, të cilët nuk e kursyen jetën për atë. Malisheva si vend i vogël me njerëz të mëdhenj dhe mbi 70 dëshmorë të cilët luftuan e u flijuan ndenjësisht. Ne si qytet krenohemi me dëshmorët që dhanë gjakun e tyre dhe e sollën pavarësinë me guximin dhe heroizmin e tyre. Sot jemi këtu duke festuar ditën e çlirimit të Malishevës. Edhe një herë mirë se keni ardhur, gëzuar. Do të kemi këngëtarë të ndryshëm nga estrada shqiptare dhe ata cilët i vinë nga Malisheva. Gëzuar. Tani për të hapur këtë koncert madhështor, do të ftojmë Salie Feriz Krasniqi në nduar trëbitjet tuaja.
It's